Mi mbroma gjithë ju që jeni duke na përcjell dhe duke na ndjek në ekranet e juve, mi mbroma edhe ju që nuk keni të na ndjek, që nuk është morë me dolën këshi me këshyr, gomni, dilni lirë të këshia, nuk ju lën, dilni të tjetër nuk e morë. E ju çfarë pomoni kur qysh hiç më na ndjek, na javojmë besën mas emisioni që na më ndjek juve. Përshëndetje edhe për juve që jeni në sallë, ka këtë mirë, ka këtë trash, ta mën, hiç më s'javnin. Pashtu, na në emisionin tonë e përshëndesëm ranin e tretë. Po normal, kur ta përshëndesëm ranin e tretë, rani porë dhe i dyti veç dhije që rjenë të përshëndet. Ako më si një duat të kitje. Ako më si edhe duat të kitje për juve. Laku ka thonë dhe të me pas mjeshtri, unë e ki duat të kitje lipa për veti, po më dhe kekeqa, dhe dishi vesa hina me nëherë ashtë pali dhe dishi. Emisioni jonë milioner është emisioni maj modhi që u hinë emisioni matë modhin në dënë. Dhe më thonë, kjo jam i është nën emision, a o dioni është ta mën emision, shumë i shikuar, dhe të thëtë është emisioni milioner. Mën është marrë me 5 euro, më bo 1 milion euro. Që këtë këllak mënë. Atëherë pa humë bërko dhe pëse ko këmë sa dush, e ngrejhëm shito qështu. Edhe të rosëm kandidatët tonë dhe të cilët dhe të marrin pjesë. Hadi kandidatët. Që njëftoj atërena me Zotin Kryeministës Kosovës, po ashtu jena me Kushën edhe me doktorin tonë. Mirë sërë. Që ishte një vetën? Mirë faleminderit. A një kom shtu në herë në i kërë musafira? Po mërë që shjo, po mërë. Ku je kom shtu? Të dojt, pa djepse. Unë në Shtetet Bashkuara në Bruxelles. Unë të një kosërë jam i mas dorë, zakonisht kaj. Atëre një njoftoj me lojnë milionerin, janë disa regla. Do të të pyetja e 5 i ka të garantuar 1.700 euro. Mirë? Mira, pyetja e 10 i keni të garantuara 25.000 euro dhe pyetja e 15 i ka të garantuara 50.000 euro. Ue! A bën me njës 15 të fillë vlovi jam, hajde, hajde. E po jesim sa hura. A bëni vili, dektar? A bën morë na me program vesh me lind, pa janë nisën atje? Atëherë shkojna me pyetjen e parë. Naima Bozi është burri. Burri mirë. Që burri mirë? Burri mirë po që ty, po është burri. Pamela Andersonit nën O, nën B i Shakires edhe nën 3 i Mihrie Brohës. Shka bëja më në mështu? Blem pyetja për 3. Kushën kam një origjona këto sanat, je informu mirë. Kusë gut? Jetë, ka dalë kush se koncentru në theq pak jarë. Naima Bozi, burri, Shakires. Pamela Anderson, Shakires a Mihrie Brohës. Kush në ce është Mihrie Brohës? Ja, më së gut. A ban nej gjëker me shvizu, s'far gjëkesh e kena? I kena 3 gjëkera se emisioni jonë afron shumë. I kena 3 gjëkera. Hajde. Gjëkeri i parë është publiku, dhe më thonë, pyet publikun. Gjëkeri i dytë është thirr mikun tuaj në telefon. A ban me thirr një vazhdanak se misti kam jashtë? A kish bo? Po bën këndur nëse problem. Edhe gjëkeri i tretë është 50-50. Po hin fill ball, gaj 50-50 bëjnë. Esëm na bro, gaj. Po më bën 50-50 po më nej. Ti hem A ban ta pyes publikun? Patjetër veç do të na televizoj, atëherë jeni më ju. Shikues i nderuar, mirë se keni ardhur. Atëherë pyetja edhe një herë është Naima Bozi është burr i nën O Pamela Anderson, nën 2 Shakires dhe nën 3 Mihrie Brohës. Urna. Shakires. Një me Allahi. Ke vaj hindia, ule më zbajkon, ule. Atëherë ka dikush ndaj. Pun bara me këto vllavi jam. I kujna? Që e pam mirë. I kujna? I miris. A rëzikoj? Ta shokush. Edhe e presum regjin, e provon dhe sakt. E sakt. Regjia në ka qitë e sakt, pro jeni... Dhe të thëtë Naimi është i martuar me Pamela Anderson, po me Mihrie Brohën. Ju keni fituar 750 euro dhe një thicë elektrike pazor. Faleminderit. Ku mu pas martu me naj kanë tjetër pas kum pas mira kavallet, e kështu që son të më këthuj pa asni cent, sepse kjo është qëllimi im, kjo vizioni im, kjo Naimi Miris. Qashtu është? Atëherë shkojna me pyetjen e dytë, filozofi jonë Aristoteli ka thonë, për dashurin. Hajde. Ka thonë, njeriu ama mirë është me pas femnën mësuese a doktoresh. Ma mirë me pas femnën mësuese. Se sa doktoresh. Se? Sepse doktoresha thot hajde tjetri, ndesa mësusja.
Dersa mësuesja thot, hajde ta përsërisim edhe një herë, hajde edhe një herë ta përsërisim. Të pamposhtur e kanë jetë më najmor këtë paret. Është e saktë dhe keni fituar 1.500 euro që është qytetia. Shkojmë me pyetjen tjetër. Kryeministër, ai ke hyp ski javë. Qeveria ime dhe une personalisht si kryeministër e Republikës së Kosovës në asnjë mënyrë nuk I kemi hypur skinjav. Dhe këtu duhet potencoj qartë se gjithë ministrat e qeverisë ime në asnjë mënyrë nuk din të rrëshqasin, nuk din të hypin skinjav, në përjashtim të Vlora Qitakut. Kohën e lirë ershet me saj dej një ministri, kështu që respekt për mirë sa Kërqelin. Atëre shkojmë me pyetjen tjetër në vijim. Koncentrimi. Bum. Koncentronu. Pyetja e tretë është, sipas mjekësisë, fëmia në barkun e nënës lind, masi ti mbush nën A 4 muaj, nën B 8 muaj edhe nën C 9 muaj. Që më thjeshtë për mu është fëmia lind pasi që të mbush nën muaj nën A. Ka dalë, kushteresh, të më sëgot. Që më ka, nën muaj Ka dalë më sëgot. O, ti djallë, nën muaj bre? Nga dalë se ti e doktor, ti edhe I den është asë te. Ka dalë jarë më sëgot, se unë për të flasë për përvojës. Ku qa përvojë, bleti? O për të flasë për përvojës, o kush unë se ti me mjekësi që shë, po unë ti me të kalcu që na ilja në nuse në këshiste. Po. O martur, rafsh për një vjet, I ka pos 3.000, kush kotër 13 në nëse jo kush. Kjo s'ka shonë në nën A është nën muaj shmëdhina më zbajgare. Normal atëherë është qyshtet doktorit se është nga Lami edhe keni fituar 3.000 euro, doktor, 3.000 euro. Tu rrit në Atëherë fillojmë me një pyetje tjetër. Zotë ministra, apo një pyetje? Kryeministër. Kryeministër ani mira, poloni. Faleminderit shumë. Një pyetje është tash po vje vera me shku në Shqipëri, kur përfundon autostrada e kombit? Qytetarët e Republikës së Kosovës lirisht mund të shkojnë në bregun shqiptar, sepse shumë shpejt do të përfundon edhe autostrada. Rruga kombit do të jetë një rrugë e mirë, e madhe, e shkëlqyeshme, me ura dhe me rrugë 4 trakshe dhe me CD-ja live. Dhe shumë shpejt do të përfundoj dhe do të niset nga Prishtina, do të shkojnë në Kryqën e Komoranit, në Malishev, në Soarek, e deri në Prizrenin e shokut tim, mikut tim, dostit tim, haverit tim, Ramadan Mujës. Respekt për zotin Limaj. Faleminderit shumë. Unë kom qorë të kush që autostrada po bëhet e krejt ato apëtin kesh pak në qorje. Edhe kom shumë qorë që autostrada ka miro bashka shpia jam. Po? Apo mërvesh, po lidhja se di ka po mbje, ka ko mu lidhën. Po vetë ka mu lidhë kush në autostradë? Kush për lup e kemi lon mu lidh me nën kalime. Andaj, edhe kësaj radhe keni me shkuar si radhen tjetër në pushime, por prej vitet të ashëm përfundon autostrada dhe do të shkoni në autostradë. Por e kam një apel për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Kur shkoni në Shqipëri, lynu me dishka se kur po ktheni po vini si spesat përzhit prej temperaturës. Mire ki, valoja, mire ki se edhe na gjithë që po shkojmë në Fashipnije. Po shku vjetë që të kushën dam. O loj, keni familje ndurës këj minister, I bërtit ke non në vetë djallit, Destan, dil pej detit vraftë, zëti, Destan mos hinë djetit e të hamë përshkaqeni, e me të hongën përshkaqenit mytë baba ytë, dil ka. Nasmender. O, unë interesant, kur kesh me doktorin vjetë për shema, pëte. Mu kesh ke qështë në mërshim vesh Kosovort me këta Shqipnisa, pëte. Ishtë temperatura 40 o kush, u rëzeshim, kohë në unën jetojshim, veç kur veka I Shqipnis. A, mo lali, e keni vapë? Ki kushem ja këtë, o kush në vyti sheku për qëfar vopë, o kur dhe ke të marrë. Unë Kosovë, sa dasma edhe sa suneti bohen gjatë krejt vitit, nën A, 2500 nën B, 42.000 dhe nën C, 100.500, 74.325, 101.102. Marrë breun këtë vend tonë këtë dasë më ndosë. Sa shpenzimi burë, s'ka nevoj për tonë këtë dasë ma, s'ka nevoj burë. Ani mosën e tia, pse burë shpenzoj njësë për këtë punë. Quajnë gratë halakate, fistam në shpizura dreqa si më se tash. Leket ma betë të jenë sa në të palidhje, me shpëzu parë palidhje. Gjermoni bre, Gjermoni, e këput komën nuk e merë lafë kush. Nënëci. Qka nënëci? A e një takë, kërëministër? Po. Nënëci është. Atëre, e presum regjin, ty të regjia ka dhënë përgjigje të sak, ju keni fituar 6.000 euro. Po shahojnë, pe dosmave, që?
Shkojmë pyetjen tjetër, kush i ka kënduar këto vargje? Mirë se vjen në vlla, mirë se vjen në vlla. Motit s'kina po, motit s'kina po. Çfarë opsioni shki? Po, opsioni nën A është Genta Ismaili, nën Bëshkurt e Feza dhe nën C Katrina Selimi. Ja, kush asnjë, unë as është ai Genta, kësella ti po. Genta Ismaili, Shkurt e Feza, Katrina Selimi. Asnjë unë asnjë në kush. Cili jo sipas teje po? Është ai Smet Begjeti ai që Cili Smet Begjeti. Mirë se vjen o vlla, mirë se vjen o vlla, tash na jemi në to, o kur gjo nuk të karo. O, kush e ki gabim? E ki gabim se kitë kom Genta ka bërë e mix. Shku ne, tu ne. Ja, mija ka. Që kjo, vaj bërë. Sa i ke bërë? Pytja. Pore kini na një herë pore, me një herë shqiptarit e paret. Pyetja tjetër, Sali Bajrami. Kush? Që s'kush, Sali Bajrami. Ka kënduar, në kohën e vetë më thonë, ka kënduar në A hip-hop, në 2 muzikë klasike dhe në C opel. Orna. Vallaj, kush je kam kushtar. Unë se ditë se këto mi do, cila është e vesinia, modern. Sali e di që e kënej ka to. A kur më dhe ma gjëno bat me fikza. Në gjëno bat me fikza. Zemrat vjen në dama kutia se rrëvda. Pëm në të mërda kutia të shanvita. Dhe këtë djevoni më do që mare. Shumë. Në realitet, për sonte ishte kjo e tëra. Por ne do të vazhdojmë. E kam manu që në fillim që do të vazhdojmë në vazhdimësi. Po. O për sonte, fleni mirë. Tek tëra fleni mirë në brëmi bukur dhe gjoni në pashe, ku do të kemi, do të ju rritë rritë e kokë. Natën e mirë, miru pasim javë tjetër.